dolëm prej atyre. Dolëm dhe kishim mundësi që të avanconim nga ana profesionale. Isha infermier në Shqipëri dhe erdhëm si për të marrë licencën e infermierit tu në Kanada, në lavditatit. Por e lam ato gjërat, sepse ati në tras po vendoste vite më përpara. Çfarë do besh në 2019? Çfarë do besh? Do jesh besimtar i zakonshëm dhe do pranosh të marrësh mijëra dollare duke shkuar lart e poshtë nëpër korridoret e spitalit. Dhe vëllezër e motra, ju që jeni infermier se ka plot, nuk po them zgjidhjet janë të veçanta, thirrjet janë të veçanta, por ka një zgjidhje për te i profesionit. Ka një zgjidhje për te që ati ka thirrur, ka një thirrje në jetën tënde që shkon për te të ngrenës dhe të pirës. Kisha mundësi që ti menja me mijëra dollare, por në atë njëjtën kohë isha duke miqësuar me vëllezër dhe motra online, duke qenë si ndihmës infermier. Dhe kisha mundësi në qirrinja për orë duke punuar atje dhe duke mësuar në shkrimin, duke u forcuar në shkrimin, duke miqësuar dhe lutur. Dhe erdhi momenti që ati tha, çfarë do ndjekësh? Do ndjekësh profesionin tënd apo do kënaqesh me pak dhe masandaj unë do të hapë rrugën në jetën tënde sepse të kam thirrur?